Unë qysh kur kam qenë e vogël, e kom pas dëshirën mu bo fillimisht si mjeke. Kom pas dëshirën, si fillimisht dëshira ka qenë e prindërve, që vajza ty në bo mjeke, edhe mandej gjatë rrugtimit tam e kom pa vetën që jam mundëm ja dalë edhe pjesës mjekësisë, sepse ka qenë mjaft e vështirë pjesa e regjistrimit në fakultetin e mjekësisë, mandej procesi me përfundu fakultetin e mjekësisë është një rrugtim jashtëzakonisht mjaft i gjatë dhe i mundimshëm. Edhe kom arrit me diplomu, bo mjeke përgjithshme mandej gjatë procesit që kemi stazhin gjatë praktikave në fakultetin e mjekësisë, sa do këdo aty pak e shë vetën, për cilin profil saktje. Mu gjithmonë gjatë stazhit, gjatë praktikave që kemi majtë, pjesa e kirurgjisë më ka tërheq ma shumë, pjesa e sallave të operacionit, pjesa ku ka pas operime me pjesa me gjak, në gjithmonë kom pas një interesim pak madh se në pjesën internistike ose pjesën tjetër të diagnostikës. Pra ajo më komplikuar, ndoshta ajo ka intrigu ma shumë? Nuk e di, unë ashtu si tep jam ma shumë që kam qef me sfidu vetën. Më pëlqen pjesa adrenalina që të jep salla operacionit, është një pjesë mjaft sfiduse në përditshmëri edhe ashtu e kam ndip që jam për atë pjesë, jam për pjesën e kirurgjisë, dhe mandej kur ka dalë pjesa e konkursit, ka qenë një garë jashtëzakonisht shumë e madhe, sidomos për pjesën e kirurgjisë plastike, ka qenë veç një vend kur kam aplikune, edhe në atë kohë ka qenë me vetë financim, do më thonë pa pagë heq, edhe kom apliku, e kom marrë me vetë financim, do më thonë përveç pjesës shkollimit, që më ka zgjatë 6 vite, për mu bo mjeke përgjithshme mandej, dhe 6 vite të tjera i kom përfundu në pjesën e specializimit kirurgji plastike, do më thonë gjitha u konë fillimisht pa pagesë, do më thonë si kom marrë ashtu. Kom kry 6 vite, mandej jom punësu në qendrën klinike universitare si specialiste e kirurgjisë plastike, do më thonë këtë ky rrugtim, në pjesën e kirurgjisë plastike starton që nga viti 2012 deri më tani, do më thonë gati jam 15 vite që mirëna me kirurgjin plastike. Është një profesion që e ndjej, më pëlqen jashtëzakonisht shumë, edhe punoj me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri se cilin operacion që e bëj. E shoh gjithmonë atë pjesën më të mirën të mundshme, përfundimin, finalen, ç'është mundet me dalë, si për pjesën e patologjisë, si për pjesën e estetikës. Duke marrë parasysh gjithë këtë rrugtim dhe ato vështirësi, sidomos edhe vetë financimi, këto janë ato vështirësi që ndoshta vetëm pasioni dhe dashuria e vërtet për këtë profesion e vën të mundër që ju me arrit në deri këtë sukses që e keni sot. Patjetër, sepse ti mundesh në një profesion tjetër me pas një ide për familjarëve se dikujt tjetër me të nxit, me shku me kry, me hy, me bo një punë, po mjekësia nuk është ashtu. Mjekësin, do të thonë, nëse nuk e dashuron profesionin, nuk e ndjen, gjithë ditën mundet me thonë dikush familjarët se dikush i afër më shko se je për këto, kur nuk je për atë pjesë, nuk mundesh. Sidomos pjesa e kirurgjisë. Pjesa e kirurgjisë është edhe pjesë e pasionit, kur hin sallë të operacionit, ti do të me pas një plan tonë në kokën tonë se qysh ka me shku procedura, qysh ka me shku operacioni, qysh ka me përfundu këtë procesi shërimit pacientit. Do më thonë njëtën kohë ti do shme mendu edhe komplikimin, keme mendu edhe procesin e shërimit pacientit, mandej, do më thonë gjithë shka, si për pjesën e patologjisë, si për pjesën e estetikës. Edhe nëse nuk e ndjen të lëkurën tënde dhe nuk i pasion për to, është paksa e vështirë. Po, sepse është edhe goxha e lodhshme, është Po, jashtëzakonisht është shumë e lodhshme. Pra do të me mendu edhe si pasi të shërohet, do më thonë si ka me dalë ajo. Do më thonë ti e kry një operacion e përfundon tash, ai pacient ka mu lidh me ty. Do më thonë ndoshta mas 10 viteve ai ka me të shënu ty. Nëse e ka një problem tjetër, ai mundet me lidh me pjesën e operacionit. Mundet me të kontaktu mas 10 vitesh, me thonë doktoresh, unë e kom pas para 10 vitesh një operacion, tash ofër sa më ka dalë diçka, mundet me pas lidhje me operacionin para praku se diçka. Do më thonë ai vazhdimisht ka mu kon kontinuitet në lidhje me ty. Edhe normalisht edhe pjesa përgjithësisht është jashtëzakonisht e madhe, është profesion që do të jep stres, jep adrenalin. Jashtëzakonisht është shumë i vështirë, po kur e don, kur e dashuron çat profesion, ja del. Si e menaxhoni ndoshta gjithë këtë përgjithësi, këtë mund të më thonë këtë një barë për jetën e pacientit, sepse kur hyni në një sallë të operimet, atë ndoshta do të më qenë goxha e sigurt dhe shumë tepër e kujdesshme. Pjesën e stresit, si e menaxhoni jo? Natyrisht është se që cika është punë me shumë përgjithësi, shumë me stres. Mandej këtë e pos parasysh pjesën tjetër që përveç se jam kirurge, jam edhe nanë, jam
bashkëshortë, do më thonë jashtë profesionit e ki edhe një pjesë tjetër gjatë ditës që keme vazhdu më marrë pjesën tjetër. Një punë tjetër, e cila mund të me thonë është në barazim me përgjithësi. Po, edhe mandi kur grumbullohen krejt këto, është një punë jashtëzakonisht shumë e vështirë, po arrin, do më thonë, e planifikon pjesën e familjes, e planifikon operacionin, mandi na unë edhe gjithë kolegët e me, do më thonë, punojmë edhe në sektorin publik, po ashtu edhe pas ditë në pjesën private. Dhe më thonë, mandi është një ditë jashtëzakonisht e gjatë për neve, me operacione, me numër të madh pacientave, edhe kur arrinte me shku në shpinë në Shamrami, në 7-8, mas 2-13 orë puna, mandi ki pjesën e familjes që dush me dalë jashtë profesionit kirurgët, mu marrë me ta, mi përkushtu pak edhe kohë dhe tyna, e për vetën, po mundohemi, zakonisht pjesës vikendave më përkushtu pak edhe për pjesën shëndetësore, më marrë pak me sport ose diçka të ngjashme. Pak e vështirë, po... përvoja e punës, sidomos e bën ato që me largu totalisht, do të thotë stresin, pasigurin vete. Normalisht me kalimin e viteve krijon një përvojë në punën që e bën, edhe sa do kudo edhim paravarësisht çish ka me shku rasti, edhim paravarësisht kohën e rikuperimit pacienta. Ndryshe është kur i bën disa vite përvojë, ndryshe kur e ki start. Normalisht është një farë pasigurie kur fillon, që po më shkon rasti i parë, që po më shkon i dyti, mos po më ndodh një komplikim a diçka, po me kalimin e viteve, mandej kur e sheh rezultatin e punës tone, e krijon një farë stabiliteti edhe krijon një farë sigurie në punën tone, që me kalimin e kohës ty duket sikur që edhe ma lehtë për menaxhon stresin e krejt këtë pjesën e ngarkesës që ki gjatë ditës. E përmendëm që ndoshta mundet me pas pacienti, është ai kontinuiteti me pacientin, pra komunikime, por a mundet me pas ndoshta komplikime pas 10 viteve me ndonjë operacion? Apo a ke pas ndoshta raste ku kanë ardhur pacientat me bu një rregullim, pra një procedurë që ndoshta kanë bu diku tjetër? Natyrisht, secili operacion i ka dhe rreziqet e veta. Tash nuk po du me fol ashtu për komplikime, për me friksu pjesën e pacienta ose dikush që vetë ndosë me bëni ndërhyrje kirurgjike. Po secila ndërhyrje i ka edhe komplikimet e veta që mundet me ndodhë. Unë gjithmonë para operacioneve, gjithmonë e rekomandoj me pas një konsultim para prak me pacientin i cili vendos veç me nënshtru një ndërhyrje kirurgjike. Zakonisht ma shumë po flasë për pjesën estetikës. Ndoshta mos me qenë pacienti impulsiv për ato që do më bëjë? Do më thonë gjithmonë e sugjeroj. Ata kërkojnë ndoshta përmes telefonit me bëni termin ose diçka, po gjithsesi unë gjithmonë i sugjeroj me ardhë me bëni konsult paraprake, me pas sakt. A është pacienti kandidat i përshtatshëm për çfarë ndërhyrje, a ka nevojë gjithsesi për atë ndërhyrje, se mundet me mendu pacienti që ka nevojë, por realisht kur vjen nuk është që ka nevojë për ato. Edhe për atë arsye, konsultat specialistike gjithmonë janë shumë të nevojshme, të rekomandueshme. Edhe pas konsultës, do më thonë, me sugjerimin e profesionistit, i ofron këta solucionet e mundshme, do më thonë, kjo duhet, kjo nuk duhet, kjo është përgatitja para operacionit, kjo ka me qenë rezultati, sepse edhe pritshmëria e pacientit është shumë e rëndësi.